Nëse procedohet me çështjen e zgjedhjeve nga ana e presidentës, caktohet data e të tjera me radhë, por ndërkohë vetëvendosja çon kërkesën kushtetuese dhe kushtetuesja ditëve në vijim edhe merr vendim për masën e përkohshme deri në një aktvendim të gjykatës. Ndërprehet procesi aty ku është, kthehet krejt në fillim, zhbëhet dekreti i presidentës, çfarë ndodh, si mund ta qartësojmë këtë paqartësi të madhe, këtë mjegull që ka rënë mbi Kosovë? Ne kemi një precedent që ndodhi me rastin e Nenad Rashishit, kur u bë kërkesa që nëse zgjedhja e tij ishte në përputhje me kushtetutën. Po pra, dhe vendimi i gjykatës doli tek aty nuk pati mas të përkohshme. Dhe një farë mënyre u pranua si i zgjedhur, edhe për një kohë të caktuar ai ishte nënkryetari i kuvendit dhe filloi të funksionojë kuvendi i Kosovës në përputhje me vendimet që i kishin miratuar. Por më vonë doli që ajo zgjedhje paska pas qenë në shpërputhje me kushtetutën e Kosovës dhe duhej që ai të lëshoj atë vend. Mirë, po kur erdhi ai vendimi i kushtetutës, pothuajse gjërat tashmë kishin përfunduar në anën tjetër dhe nuk pati ndonjë impakt ku ta dione më të drejt për drejt. Por mos harroni, ka qenë edhe koha e qeverisë Hoti. Edhe në atë kohë, domethënë u themelua qeveria Hoti, filloi aktivitetin qeveria Hoti dhe pas 8 muajsh erdhi gjykata kushtetuese me vendimin që zgjedhja e kryeministit Hoti si kryeministër ka qenë në shpërputhje me kushtetutën, sepse njëri prej deputetëve nuk ka pas të drejtë vote. Dhe në atë moment qeveria ra dhe shkoi vendi në zgjedhje. Edhe këtu procedurat vazhdojnë, shkojmë në zgjedhje, nëse s'kemi një vendim nga kushtetuesja, bëhen zgjedhjet, do të kemi rezultatet. Momenti kur vjen atë një vendim, po flasim këto janë situata hipotetike. Po. Në momenti kur do të vjen një vendim i kushtetutës edhe me interpretim, aty do të tregohet se nëse ka qenë në rregull, nëse po ose jo. Nëse jo, atë gjykata kushtetuese normal që edhe tregon edhe uzon se si duhet të veprohet tutje. Që domethënë se cili vazhdon me të vetën deri në një moment kur mund të kemi ose jo vendim të gjykatës kushtetuese. Po, krejt kjo në situatën hipotetike nëse nuk kemi një masë të përkohshme nga kushtetuesja. Nëse kemi një masë të përkohshme, atëherë kemi komplet një situatë tjetër, varet se çka do thotë ndalon gjykata kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese thotë kemi nevojë për një muaj ditë ta shqyrtojmë dekretin e presidentes Vjosa Osmani, atëherë bie që ne çdo gjë pezullohet për një muaj ditë, nuk ka asnjë aktivitet nga asnjë institucion dhe presim derisa të vjen vendimi dhe atëherë kur do të vjen vendimi duhet të zbatohet.